Po ja mislim da je adresa za funkcionisanje. Fillimisht prezantoi vendimin për heqjen e obeliskut, por pak qaste më vonë, njëri nga personat që shoqëroi ia dha sprejin e koqkryetarit të Mitrovicës së Veriut, Milan Radojević. Ai u afrua obeliskut dhe nisi ta ngjyroste. I menjëhershëm ishte reagimi i policisë. Pak më vonë, kryetari i Mitrovicës së Veriut dhe ish kryesuesi i kuvendit komunal u shoqërua në stacionin policor. Sipas policisë, ndaj tyre u shqiptua kundërvajtje për vandalizëm. Në vend të ngjarjes janë njoftuar inspektorët komunal se vendimi për largimin e mbishkrimit duhet të shtyhet derisa të pranohet vendimi nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, edhe përkundër kërkesës së urdhrit që të ndalohet dëmtimi në ngjyrosja e objektit publik, të njëjtit kanë filluar ta ngjyrosin atë, me që rast është dashur intervenimi i zyrtarëve policor. Më pas, të dytë u liruan me urdhër të prokurorit kompetent. Pas lirimit, Radojević tha se veprimi i komunës është i bazuar në vendime ligjore dhe procedura lokale. Ne kemi marrë një vendim legal, legjitim dhe të ligjshëm për ta larguar atë mbishkrim. Madje ekziston edhe kompania e angazhuar përmes komunës. Absolutisht gjithçka është e pastër, gjithçka është ligjore. Nuk ekziston Mitrovica, ekziston komuna e Mitrovicës së Veriut dhe ekziston komuna e Mitrovicës së Jugut. Në të njëjtën linjë, edhe ish kryesuesi i kuvendit komunal tha se veprimi kishte karakter politik, madje paralajmëroi edhe padi. Në përputhje me vendimet e kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, si dhe me vendimin e kryetarit të komunës, kemi dashur të dërgojmë vetëm një mesazh politik, asgjë tjetër. Natyrisht, ne do të veprojmë në përputhje me ligjin dhe do t'i padisim ata që janë sjell jo në përputhje me ligjin. Mbishkrimi e Dua Mitrovicën ishte vendosur gjatë mandatit të pushtetit të mëparshëm komunal, kur kryetari i Mitrovicës së Veriut ishte Erden Atić nga lëvizja vetëvendosje.